Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Është bërë. Seriozisht. Akull është bërë. Akull jo, po që aty afër. Ore, ku I bie fiks kjo zona e Shampanjës? Është gjysma e rrugës nga Meci në Paris. Nga Nici në Paris? Meci. Okay. Ku janë shqiptarët mos në mes të Mecit? Ja. Jam mirë se na erdhe. Ja, mirë se ju gjeta. Faleminderit që e pranove ftesën I ftuar I parë I Buçi Podcast në rikthimin e fuqishëm tash mbas gropës që na e hapën, po që nuk na rrëzuan dot. Mirë se erdhe miku im. Mirë se ju gjeta. Po Piro. Po. Na bëj një hyrje si të Rodina Magjistari. Kush je, ç'a bën, pse e bën? Jam Piro Tole, jam 31 vjeç, nga Korça, Korçar puro Korçar. Të vjen I natë, pastaj më pyesin shumë veta, brenda nga Korça, më thon brenda nga Korça valla. Pse edhe në Korçë janë ato gjëra? Unë di se vetëm në Vlorë ishin dhe në Tiranë këto muhabete, apo edhe në Korçë. Edhe në Korçë në Tiranë, po më shumë në Tiranë më kanë ndodhur këto pyetje. Brenda nga Korça jeti po brenda? Jo, si. Pse ella? Pse mendon një që si nga Korça? Ç'a ke ti që të bën më pak korçar në pamje ose në dukje? S'më kanë parë ndonjëherë, ose kanë shumë vite në jashtë Korçës ata, ose diu në tash. Pse e kemi ne këtë, do ta kemi parë se s'bën robi që ti jesh. E përsh të jesh ti, po s'të kam parë ndonjëherë ty. Se këto gjëra nuk ndodhin në Paris, nga Paris jeti jo, po s'të kam parë asnjëherë në Paris do. Si nga Parisi ti, je I ardhur. Te I marrin çik për ters. Sa vjen du ti thua tjetrit, duhet ty të thotë të kthehen keq, shumica të kthehen keq kur ju bën këtë pyetje. Po se është edhe pa sens deri dikuar. E kupton si? Është. O, lejohet alkoolja. Të vaj gëzuar se mora një 2 shishe të vogla me verë. Të bëft mirë, gëzuar. Gëzuar. E shko si ndajnë fronte vllai direkt, ai që rinë në Gjermani me birë, ai që rinë në Francë me verë. Edhe ta kishte shkruar. Vera është e mirë këtë të thënë të drejtën. E mirë është? E mirë është. Më e mirë se jona. Ja, Leskoviku ja merr në kthesë të. Do ti që s'kam provuar ndonjëherë nga Leskoviku? E ka të mirë. Neve në Korçë mezi prisim të mblidheshim me kitarë në një lokal atje, që mblidheshim zakonisht në gjithë shunat nga gjithë java mund ishte 3-4 ditë ishte e sigurt që do mblidheshim atje çdo natë, e ktheshim në shtëpi nga ora 4 e mëngjesit. Edhe sa e na thoshte ai kemi marrë rakio se e verë nga Leskoviku. Dije që ora 4 ishte minimumi I pranueshëm aty. Mesatarja, jo minimumi, po mesatarja, se bëheshim edhe djem të mirë ndonjëherë kur deshim. Qa do me thënë djem të mirë tani? Që e lihen në 3:30 pa kaluar te 4? Ja 2:30. Ja 2:30, okay, e pranoj. Kështu duken djem të mirë, by the way, njerëz. Rastësisht ndonjëherë e do robin 2:30. Ndonjëherë kur s'duan pastaj 7, 8, 10. Ore, si të thrasin njerëzit shoqëria? Piro apo Tole? Piro, po që në Korçë më thrasin me nofkën e babait. Ua, Babait I thoshin fe. Fe? Feu ishte një grup francez në atë kohë, do me thënë zjat. Edhe nga feu u bë feçkë. Edhe mua shokët e babit dhe shokët tim të ngushtë që janë nga Kosha më thonë ose feu, ose fe, ose feçkë. Ja. Kemi shumë të bukur në këtë pjesën e nofkave, do me thënë. Përgjithsisht në shtetet jugore, po ne në Shqipëri, do me thënë, një nofkat dhe 2 pjesën e shkurtimit të emrit original, megjithëse jo ti je I shkurtër, do me thënë është vështirë për ta shkurtuar, po që është diçka e bukur edhe kam vënë re është tendenca tani në Shqipëri që të vësh emra të shkurtër se njerëzit I kanë inat kur I shkurtojnë, po harrojnë që ajo është pjesë e kulturës dhe shkurtimi përfaqëson atë familjaritetin. Kurse vllai ka trashëguar nofkën e gjyshin ndjes pas, Piro e kishte emrin ai, po që nofkën e kishte Shoshar. Shoshar është domethënë nofka më pe pirati që mund të ketë dëgjuar ndonjëherë. Ç'a do të thënë? Nuk e di edhe ti vllai Shoshari thonë. Shoshar. Si nofkë.
Ua. Mua më konë feçke. Mirë me feçke, ua. Piro. Unë thasë më do kishte njerëz që thristin tole, se ne kemi pasur një shok ai s'kishte tole as në emër as në mbiemër, domethënë po I thristim tole edhe nuk e kam pyetur ndonjëherë vetëm pse I thristim tole gjatë gjithë kohës. Profesorët po më thërisnin me mbiemër. Dërsa kështu zakonisht njerëz të tjerë jo, fare. Na tregon ai që kështu nga shkolla, nga vitet se 31 vjeç kanë kaluar ca vite, po na tregon ai që të bukur. Ç'a ke bër, ç'a s'ke bër. Të bëj në një CV kështu, po në podcast. Tamam, CV, ore do të gjejmë nuse. E kërkoj, se do të kthej në Shqipëri vetëm për të kërkuar nuse, e të iki prapë. Se budallë ishin ata që e bënin. Jo, valla. Shumë mirë kanë bërë, janë martuar, janë kthyer pastaj në Angli, në Amerikë ku kanë qenë. E kuptoj. Ore, Kam patur aventura të të drejtën, nga 2018 kur isha në Duplek, nga 2015 në fakt, deri më sot kam patur aventura të lezetshme, na bashkuan 2015 ta filloj atëre. Na bashkuan 3 bashki, bashkia e Tetovës, e Korçës edhe e Leçës në Itali. U bëm 3 grupe të ndryshme për të dhënë një shfaqje variete. Kërcim, humor, edhe kërcim këngë humor. E dham shfaqje kudo në gjithë Maqedoninë e perëndimore, pjesa shqiptare domethënë, dhe pothuajse në gjithë Shqipërinë, pothuajse. Doli gjë shumë e bukur, projekt shumë I bukur, nga atje pastaj shkova në Tiranë se nuk shtyeshe më në Korçë. Ky ishte projekti I suksesshëm që kisha bërë, për cilin më paguam nga 100 euro për çdo muaj, që në 3 muaj u morëm, që 300 euro gjithsej në 3 muaj. Nuk po shtyeshe më, vendosa të ikja në Tiranë, ngela matematik provim mature, duhet të vija prap vitin tjetër. Mora vitin tjetër, futa një telefon në xhepi kështu si me mik, I shqyqyr ishte eroje një miku I babait, më lam të futesha me telefon, kopjova 6. Ika në Tiranë direkt. Call center pastaj. Mashtrus. Mashtrus me bursat. Pronto, signora. Allegedly, njerëz, to mashtrimet janë allegedly, janë hamendje. Ai në fakt ka shitur vaj edhe verë. Kjo është ajo që themi zyrtarisht. Ore, sa kohë ke ndodhur në Tiranë? Domethënë 2016, 18 pas deri në fund të 2018-s. 2019 isha gjithë vitin në Danimark për studime leadership personal dhe gjuhë daneze. Pastaj 2020 në ra kolera edhe u detyrova që u ktheva. Leadership personal dhe gjuhë daneze, po ç'nella? Nuk e di edhe unë, mik pas miku. Shkovi një shoqe 3 muaj, është mirë, atje do të vesh shumë mirë. Ishte bërë hesapi vetëm për 6 muaj, pas 6 muaj të kthehesha në Shqipëri. Mirë po, një profesor ka vdekur ai tash, vdiq këtë verë. U pref në paqe. Karl Henrik e kishte emrin, do ishte të më mbante atje dhe të më mbante pak a shumë si profesor, asistent profesori I profesorit të dramës, që ishte Karl Henriku. I ndrit shpirti. Edhe pastaj ra kolera. Ra kolera më duhet të kthesha se s'bën, ishte e detyrueshme të kthesha. Qa çmendurie ka qenë. Plak si e kemi ngrënë gjatë. Ça lloj spesiesh jemi ne, domethënë që na u shplatrur I brenda jashtë me furç, me fshes, me të gjitha. Edhe sot bën njerëz sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, valla. Kjo amnezia sociale është e frikshme fare. Sillen gjithë sikur po Covidi. Po ti çfarë ke bërë në Covid? A ke vajtur ti në fitness studio apo ke bërë buk? Unë të them të drejtën, gjatë Covidit në Korçë vetëm kemi kënduar malit, asnjë ditë karantinë. Po qa mund të pritet tjetër nga I korçar përveç se të këndoj edhe në momentin më të vështirë? Gjatë kohës së karantinës, po jo vetëm unë, po gjithë Korça ishte malit, shikoj dikush për vrap, dikush për piknik, dikush për aktivitete të ndryshme. Gjithë Korça ishte rrëz moradës. Gjatë kohës së karantinës. Po shumë mirë, po shumë mirë. Pastaj bëshim kështu si njerëz të mirë, merrnim leje I Albania. Imagjino çana kam bërë atëre plako për zotin. Ua.
punonim edhe ilegalisht në kohën e Covidit, vinin policët për kontroll që shikonin muzikën aty, se bënim live çdo fundjavë. Edhe pas orë fillovi po ndryshonte orari, pas orës 10 duhet mbyllur çdo gjë për shkak të Covidit. Ne vazhdonim dhe në 2, 3, 4, po të kishte njerëz, sidomos kishte nga ata që darovisnin mirë. Tu më ke vlla. Sikim. Për në Korçë të dalësh me 1.000 euro nata në Korçë, çfarë thua, je mbret. 1.000 euro. 1.000 euro në muaj, jo nata kur del më njëherë. E kuptoj. Shiko. Shklevë. Gjollaj. Unë për herë të parë, në fakt, kam parë ose në qik përpara ose gjatë kohës Covidit, nuk e di. Domethënë kam parë për herë të parë me thënë drejtën në TikTok. Ka qenë një fazë që unë kam përdorur TikTokun prej 2 vitesh tashmë, nuk e përdor më. Sepse më duhesh këgja aplikacion bastard. Është idiot, domethënë, edhe nuk është se e kam as kohën për tu marrë me të. Është gay. Do dalim me atje. Shumë gay. Në videot e para që unë kam parë, domethënë, ka qenë të tipit disa pjesë humoristike, domethënë pak satire, tjere që unë jam jo fans, domethënë, po plebe fare, kam shumë qef videot e satirës dhe me kitare, valla. Po unë kam pasur një diçka ato kohë që kam qenë akoma me mentalitetin e rrugës së Shqipërisë, domethënë që kur shikoj një person me kitare online duket me thënë drejt ndaj si na falin njerëz po kë-kari. Se e ka atë lloj paditurie njeriu. Të them të drejtën, isha thjesht një njeri gjysmë i pa punë që po mundohesh atë laja qirane. Po më mirë, shiko se edhe dua të dal diku, domethënë. Kjo mungesa e paditurisë, domethënë, edhe mungesa e të pasur të figurave të tjera të njëjta, domethënë, që bëjnë diçka sepse thjesht duan të bëjnë diçka, që s'kan asnjë përfitimi direkt, domethënë. Ai mentaliteti të bën të vijë në dyshim këto lloj figurash, domethënë. Dhe pastaj normalisht duket ndjekur, duke parë 1, 2, 3, domethënë, filloi myri i qef, pastaj filloi futesh edhe në profil, shikoja, e kupton? Edhe e kam vënë re te vetja këtë, po edhe disa persona të tjerë, domethënë, që të njohin se njifesh goxha, nuk e din je në dieni apo jo, domethënë, po njihesh nga një pjesë shumë e mirë. Se jam krenar për këtë gjë, të them të drejtën, sepse shumica atyre që kanë filluar të më njohin janë shumica minorene, dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse u çador edhe nga TikToku. Po mirë, pse ça problemi ka se janë minoren? Ti nuk është se po përhap në i agitacion propagandë. Jo, mirë, po që prap, kur më thonë, Piro je i madh, një 14 vjeç, 15 vjeç, shkusur ka, pse të bëjmë unë influencë keqe me atë fjalën që kam, që përdorja. Se të them të drejtën, ato 35.000 sa unë mblodhen atje vetëm për fjalorin unë mblodh. Nuk unë mblodh as për zërin, as për kitarën, as... Jo, vlla, jo, nuk më lejo respektisht të mos bie dakord në të pjesën, sepse fjalori është thjesht një mjet. Ata që janë mbledhur, unë besoj me të vërtetë që nuk janë mbledhur identik për fjalorin, por mënyra e të shprehurit, valla. Kupton, një njerëz që e kuptosh njerëz jemi, valla. Edhe Edi Rama, domethënë, kur flet në telefon ja fut në një ropshe dikujt, e kupton? Edhe duke qenë njerëzit shumë të ngucur, domethënë, të mbytur nga gjithë kjo anti-asocializmi i këtyre të gjitha televizioneve tjere që nuk thon asnjëherë asnjë fjalë të keqe, domethënë, po të zeza i kanë të gjithë ato materialet që shpërndajnë, thot më mirë po dëgjoj dikë që shpreh valla ashtu siç i vjen, edhe mendohet më vonë, por të paktën atë që e thot e ka për brenda. Është e vërtetë, është tjetër gjë. E kupton? Po ashtu e ndjen. Gjysmën e kisha nga për brenda, të drejtën. Po pse gjysmë tjetër? Gjysma tjetër ishte pjesë e stradës, si do të them. Ha. Egzageroja pak vetë që të normal që nuk mund të shpresha, nuk mund të shfaqja 100% Piron atje. Shpun ka njerëzit në fund të fundit. Është një interesim. Po një pjesë ishte e vërtet, një pjesë ishte pjesë e Piros, personazhi, domethënë, çfarë është krijuar në TikTok.
E Po kuptoj. gjithashtu edhe një pjesë tjetër është e gjërave që pëlqejnë edhe vetë piroja të dëgjoj që janë një nga ato që them edhe vetë. Që të sharat për shembull edhe pendohem që i kam thënë atij që i kanë dëgjuar minorenin, jo se e pendohem që i them. E kuptoj. A lejoj të shkoj Allah, se mos na shkaz ndonjëherë. Jo, lejohet valla. Zemra ime je në Buçi Podcast, censura është 0. Rob Okay. ku ti ket Acromaxi, by the way. Super. Dëgjoj vllajn. Shiko, un kam ka një lloj paradoksi me këtë, domethënë që ne e kemi. E ty bravo të qoftë, domethënë që e mendon nga njëra anë që ndonjëherë gjysmë pendes, domethënë që pse i ke thënë, po duhet të kesh parasysh që jashtë skenës shqiptare, se në skenën shqiptare, domethënë të këtyre që vetë quhen influencera, po ku dëgjon Karin Pill, çfarë kanë emrin sot e kësaj dite, në skenën botërore, vlla, e kupton, motherfucker, fuck you, pussy, këto janë gjëra jo vetëm normale, po të ekskludojnë, të përjashtojnë nga grupi, nga rrethi, në qoftë se nuk i përdor ose në qoftë se nuk e konsumon njëti material. Tani, në qoftë se të gjitha 14 apo 9 vjeçarët apo 18 vjeçarët dëgjojnë për ditë idiotësira të tilla, domethënë nga një anglez apo nga një amerikan, sa më shumë e keqe do të ishte kjo se po të ta dëgjonin nga një shqiptar. Perëndimin unë e shikoj edhe vetëm familjet e tyre, nuk e di a ke parë atje në Gjermani si sillen me prindrit e tyre, po këtu nuk kanë fare respekt për prindrit e tyre edhe kur shikojnë në skenë që thot ai besta me ose fuck you ose your mom ose s'ka rëndësi se ç'a, normal që ato gjëra do ja thotë e ti jam ose ti jatit. Edhe unë nuk dua të jem shkaku i këtyre minorenëve që më shikojnë se okay, është 14 vjeç, e di çfarë është kari, çfarë është pivi. Po që i shikon një 12 vjeç, të gjithë kanë akses në telefon. E kuptoj. E shikon një 12 vjeç, 9 vjeç akoma dhe më keq, bëhem unë influenceri i ti, nga goja e ti e keqe, si ta them. Bëhem unë shkaku i gojës e ti të keqe. Jo, nuk dua ta kemi këta. Tash kur thjesht dua të krijoj kushtet për të patur një studion tim, edhe pse jo të merrem me muzikë gjatë kohës së lirë. Sepse edhe me të drejtën nga anë të ardhurave jam i kënaqur. E kuptoj. Shiko, unë dua të pyes diçka tjetër paraprake, para që ta mbyllim çkëtë pjesën e social media, domethënë që a bëj çdo personi që kam biseduar në lidhje me këtë gjë. Nga të erdhi ideja, valla. Pse një ditë e bukur ti u zgjove dhe the sot do bëj një video për TikTok. Ose mbase nuk ka qenë një ditë, po ka qenë thjesht momenti, e ke parasysh që ke thënë që po sikur të bëj një video në TikTokun. Si të erdhi? Deri diku ishte edhe dëshpërimi, sepse video bëja edhe më përpara unë në Instagram. Pre andej më gjetën edhe në Duplexi, më gjeti Turi Hyska. Nga video të janë në Instagram 2018. Edhe më ftovi pastaj për të qenë pjesë e Duplexit. Në Dhuri Vera, e fort ishte. Ka i shpejt, dale? Shpejtës? Jo, më marrë një qik gjatë ditës, e fundjavë mo. Në fundjavë, po, e do robi të fike qik, po. E një qik si gjatë ditës. Edhe, më ftovi Turi Hyska. Atje, pas para kësaj për çfarë po flisnim? Që zot na ruaj. Si të erdhi ideja valla për videot në TikTok? Më 80%, le të themi 70% ishte dëshpërimi për disa lekë më shumë përveç asistencës sociale. Dhe pjesa tjetër ishte edhe shty kohën olla, se gjithë ditën pa punë. Fillimi isha dhe pa letra kur fillova TikTokun në fillim. E kuptoj. Kështu që për 2-3 lekë më shumë e bëra 80%, le ta bëjmë 80%. Për një ekonomi më stabil. Për një gjysmë si ekonomike. Në një moment, për shembull, ti kur je futur prap në account, ke parë që nuk e di cila video apo cili moment ka qenë, domethënë që kjo gjëja ka plasur, është bre madhe, janë njerëzit fillojnë për komentet, ca të thonë një i madh, ca të shajnë, ca të tjerë s'dihen me njëri tjetrin, siç është fix comment section, domethënë për kudo. Si u ndjeve në atë moment valla? Po në atë moment komentet e para ishin pozitive. Edhe mezi po prisja hejterat, sepse një nga frymëzimet time për të bërë video, sidomos në 2018 më përpara ishte edhe Filthy Franku.
Edhe haterat ai kishte vetë, si ta them, i kishte sport videot me hatera. Edhe unë mezi po prisja që t'ja u ktheja që të shikonin si mund të shikonin edhe shqiptarët si të merresh me haterat. Dhe mezi prisja haterat, të them të drejtën, komentet hatera, që të shtoheshin e më shumë viewsat nga të sharat dhe të thash edhe followersat. Derisa arrita 10k pastaj edhe fillova po paguesha vetëm në TikTok, u bëra pjesë TikTok Content Reward Program ose Creator Program, nuk e mbaj mend. Ja, vlen ajo valla? Maksimumin e kam arritur vjet në korik, 400 e pak arrita në fund të muajit. Nuk ja vlente, sidomos për audiencë shqiptare, sepse neve kemi publik të vështirë, nuk do të them këtë, por që sepse neve jemi vetëm Shqip flet vetëm 0.01% e botës. Po. Edhe viewsat, si ta thua, viewsat amerikan, viewsat francez, normal që paguhen më shumë. E kam. Po më mirë, kjo është përgjithsisht çmenduri, domethënë se këtë nuk e ka vetëm TikTok, e kanë dhe të gjithë nga lloji i audiencës, domethënë ndryshon edhe pagesa për views apo për çfarë lloj gjëje tjetër, që kjo është një çik bastare, domethënë që është antidemokratike edhe larg çdo lloj barazie. Po përveç pjesës së sportit të hejterave, kishte ndonjë, le të themi, ndonjë kënaqësi ose ndonjë farë lloje shtyse që të vinte përveç kësaj, domethënë për të vazhduar, për të bërë diçka? Pira, gusa pira. Jo, na tregon ai çik dashin, tani lëshoj gojën tani. E tashi pida ka sa duash, që vinë pida vinë. Ua. Që vinë pida vinë. Po pse më, ose zakonisht bëjnë kështu sikur e kuptoni, po s'merrem unë me të se shikoj, ua, ky idioti në për këto që thot këto gjëra, nuk merrem unë me këto. Jo, shiko, jam edhe unë një çik si zebzek, si ta them se unë po e pash që është pidh, normal që do e çik grepi në të. Ta provoj mirë. Tash të ndim njerëzarit. Po normalisht. Ora, një po doli do pjo 6 i tua, po s'doli s'ka gjë. Sa tjetra. Sa mesazhe merje plak në ditë? Tani që se kam apur fare, që edhe kam fshirë, një 99 plus mund t'jetë. Nuk e di. Po mimi, në më them në atë periudhën e artë që merresh, domethënë që ishte tesh aktiv, sa mund të kaloj? Nuk vinin shumë të drejtën atëre. Kur piku im, si ta them, piku im ishte vjet në korik, vjet në verë. Dhe vinin rreth 30 deri në 50 mund të them mesazhe. Vetëm pida, pastaj kishte akaunte falso pafund. Tani ma tregoj një çik logjistikën e menaxhimit të gjitha këtyre mesazheve. Nuk arrita ti menaxhoj akoma sot e kësaj dite. Deri në fund. Nuk arrita ti menaxhoj deri në fund sot e kësaj dite. Po që është ato që desha ti menaxhoja, kontaktin e kanë, edhe e kam. I kemi. Troj partia. Tamam troj partia. Jeni për qarët, jeni të postër fare, që qa bën ai nga TikToku i bëri gropë, rini ju. Të jo po dalin për kafe, jo po Tinder, jo po kështu, ja urdho. I qepjej. Po edhe sa fillova që nga nëntori, vjetë nga nëntori, fillova një dy punë part-time, jo lavash në për fabrika, jo numërues udhëtarësh, se po e bëj përkthimin tash nga frëngjishtja, numërues udhëtarësh brenda në tren, rruga Shalon këtu ku janë Reims, Paris, edhe Anasjeltas. Po gjëra të këtilla më shumë në për fabrika e uzina kam punuar. Bravo. Kjo është shumë side point. Tani të kalojmë çik. Nuk ja kisha më nevojë, kisha asistentët sociale, kisha edhe një të ardhur të vogël që plotsoja deri diku një rrogë evropiane. Ne fillova edhe hoqa dorë nga TikToku, se kisha diçka që më shtyesha, edhe kur e kisha pushim, dilja haja në një gjë ose. E kuptoj.
Tashi, më tregon çik si përfundove në Francë njëherë. Edhe pse në Francë, edhe jo në vend tjetër. Vetëm Franca japi dyert në kohën e Covidit, 2021. Seriozisht. Po, edhe unë sa pashë lajme, direkt isha gjithkohës në internet, se sa isha kthyer nga Danimarka në fundin e 2019-s, nuk e plotsova vitin në Danimarkë. Janar vajtan dhjetor u ktheva. Kur u mbyllën fare kufit, unë u çmenda, thjesht desha të ikja se s'ben. S'ka mundësi të ri në Shqipëri. Jo, nuk bet. Keq puna, mendërisht edhe psikologjikisht edhe xhepisht edhe nga të gjitha anët. Ja 4 ditë ka ikur na mendorja. Ndi po. Derisa u hapën kufitën në 2022-shin, në vetë 2022-shit. I hapi Hollanda e para, po Hollanda ishte e vështire për të kërkuar azil politik andaj. Tu që erdha këtej. Po si të duket aty? Mund të ishte më mirë, po që normal që është më mirë se Shqipëria. Sigurisht, qytetet më të mëdhaja kanë më shumë mundësira, se unë teknikisht tani në zonën industriale jam, nuk jam në ndonjë zonë që të jep shumë mundësira. O mirë, Piro, shiko dëgjoj çik vllajin tani, se është thik me dy presa, sidomos kthej, domethënë perëndim, se në Shqipëri është zgjedhje e qartë, po të gjithë ata domethënë që i kanë mundësit largohen të gjithë nga qytetet e mëdhenj vlla. Po që e mira është që është edhe lirë. Pra, ja, urdhë, e pas ka diçka. 350 euro nuk gjen dot. 350 damn, plako, që nga... Nuk gjen dot. As Paris, as në Reims, as në Lyon, s'bet vlla. Kështu që derisa kam punën jam mirë këtu. Je i kënaqur me atë që bën tani? Me atë që bëj jo, me atë që më jep ajo që bëj po. Po, aty është një fillim i mirë. Qa në qoftë se ti për shembull nuk e di gjë, të doli një dritë nga lart, nuk ke më nevojë të punosh fare, vlla e ke kredit kartën infinit, ç'a do bëje ti? Ti bia me dorë. Po jora se e ke kredit kartën infinit, lo madh, pse ta bësh vetë? Deshta dhe kënaqësia deri në fund. Apo Megatek bëj e mirë, bëj vetë. Ore Megateku duhet të më bëj sponsorizim mua valla, sa herë kam përdorur këtë shprehje, s'm ka dhënë asnjë lekë valla. Shumë reklama bën edhe ti valla. Po pra po, shumë reklama koto. Shikon tani ngelëm kështu. Ngelëm grop fare. Prandaj duhet të bëni donacione njerëz. Se tani, by the way, edhe unë kam ardhur në një shtëpi të re, si shikojnë gjërat këtu janë pa rregulluar të gjitha, iu. S'merret vesh gjëja, kështu që na duhen disa ndihma. Po në qoftë do kishte mundësinë përsëri, Piro. Pa asnjë lloj bariere, cilin shtet europian do zgjidhje? Tek Skandinavia ose Norvegji ose Danimarka. Pse? Ta them kultura edhe kulturalisht, edhe nga mentaliteti se të paktën Gjermanët i kam parë, jo në Gjermani, por që i kam parë, se jam marrë me Gjermanët, si në Danimarkë edhe në Hollandë. Hollandezët i kam parë. Dhe më mirë është edhe atje për që është bërë shumë shtrenjtë, nuk mund të blesh 1 litër qumë është 6 euro e gjysëm, olla. Po si aq shiroft. Tall trapin ti? Fare. Jo. Edhe kjo bën fjalë në nëntor 2023-shin kur isha me çunat. Vajtëm në një supermarket Albertine e kishte emrin. Ore vlla, ça han këto lopë vlla, ça lopë që ajo që ka 6 euro qumë. Po edhe rroga është e kënaqshme atje, por unë nuk do zgjidhja asnjë shtet perëndim. Do vija në veri. Seriozisht? Po, është shumë mirë, sidomos Danimarka, aq sandeja një vit. Sistem ndryshe, mentalitet ndryshe, duken si të ftohtë, por jo, në krahasim, s'kam parë më të ftohtë se francezët. Çfarë s'kam takuar më të ftohtë se francezët, s'më kanë zënë sy. Më mirë se edhe për gjermanët thonë që janë të ftohtë, po nuk janë të ftohtë fare vlla, thjesht janë të vështirë për tu futur në muhabet, se kur futesh në muhabet çan nuk gjon vlla, janë më të hapur se sa ne. Kështu ishin dhe danezët. Ore nga njëra anë më mirë kështu. Mua më pëlqevi shumë. Hierarki nuk kishte për shembull. Të lutem në danisht nuk ke. Seriozisht. Haroje, s'ka. Ata e mbretëreshën si thonë do mirëmosesh apo sharit.
Kur e përkthejnë kështu është, po që për ata është normale. Seriozisht. Po. Ua, imagjino, të vesh në Danimark. Vetëm në Danimark në supermarket zotri i nderuar. Më jep 2 kg moll ti si çaropt? Faleminderit ai. Këtu janë 2 kg moll. Jo. Është shumë. Është shumë. Është gjuhë e mirë gjuha daneze për të sharë? Ja. Jo. Është e varfër, shumë gjuhë e varfër është. Po e flasin edhe shumë pak veta, besoj apo? Po. S'ka shumë danezë jashtë Danimarkës sepse është vend i mirë. A që janë ata laj thaj, e kupton vetëm danezët flasin 6 milion, 5 milionë e gjysmë 6 milion janë ata. Edhe do vaki më shumë flasin shqip në përballë se sa daneze. Ka mundësi. Ka mundësi se ne jemi më shumë jashtë se sa brenda. Ata janë më shumë brenda se jashtë. 5 milionë e gjysmë 6 milion janë danezët. Po që më pëlqevi shumë. Ishte wow. Ore, një kuriozitet kam unë domethënë, sepse unë jam thjesht fans për shkak se nuk jam i aftë ta bëj vetë. Edhe çështja është e arti në përgjithësi, por me pikë të fortë, domethënë në rastin të pjesën dramaturgjike dhe kryesorja e muzikës. Po. Kur e ke zbuluar ti për herë të parë? Apo kështu jam tani të eci me klishenë që gjithë korçarët kanë një kitare në shtëpi edhe vau. Jo, në fakt, ata që bien kitarës në fisin tim janë kushurin goxha të largët, me mua. Dhe me prindrit tim janë të afërt, mund t'i bien të dytë maksimumi. Po. Po që me mua janë deri diku të largët. Dhe e kisha qefshi i vogël, edhe muzikën edhe kitarën e të gjitha. Të herë mbaj mend, vllai sapo kishte lindur mund të ishte me disa muajsh edhe po martoheshe kushurira e parë e mamit. Ishte orkestra atje, daulle të tëra, kitara, klarinet, gërnet. Po? Po vëlla. Po qaja për t'i rënë kitarës, desha t'i bija kitarës e s'bën. Do të mami jo se është e rëndë, e vërtet ishte kitarë elektrike, është vërtet e rëndë për një 5 vjeçar. Edhe më dhanë një shkop. Ti bija daulles. Kaq. Me erdhi, nas fillova s'kam qartë tërë natën, ja kam shkuar dasmën në majtë hundës, po që nejse. Kjo është një nga ditët e vetme që mbaj mend nga fëmijëria e hershme, si ta them, që kam qenë 5 vjeç, ndoshta 6. Dhe për të kënduar pastaj fillova që në Kopësht. Kisha qef, imitoja Sali Berishën atë kohë, mbaj mend. Edhe edukatorët qeshnin shumë, edhe këndoja, më kishin qef kur këndoja. Kitarën pastaj fillova bon, 17-18 vjeç. Vonë pastaj filluar? Po, ma ka dhënë një nga shokët e ngushtë të adoleshencës së hershme, si ta them. 12-13 vjeç, pastaj ai iku në Australi. Jemi akoma në kontakt, Thanasi ka emrin, Thanasi. Emër tipik korçar. Jo, është çoban, është vllak. Po mirë, po edhe Thanas të tjerë në Korçë ka plot, që nuk janë sa të duash. E pra. Akoma shok të ngushtë e ka. E përshëndesim Thanasin drejt nga Australia, like, subscribe edhe një koment për mikun tënd. Ore, e di që më the pakun përpara, domethënë se unë po i bëj mikshu ping-pong njëra ndaj njëra këtej, domethënë, po me që më përmendë. Okej, je deri në një moment domethënë që normalisht jeton më mirë se sa në Shqipëri, domethënë gjërat që bëjnë ty të sigurojnë një farë lloj sigurie financiare, domethënë që mos të kesh merakun e fundit të muajit, po për të bërë pak nostalgjik tash, jo kështu për të thënë që ku është më mirë këtu apo atje, po çfarë gjëra të mungojnë nga Shqipëria? Domethënë po në bërtham, në të vërtetë, domethënë, jo kështu që e kanë kafen e mirë, karin pidh, kështu. Jo. Atë malin e kisha shumë afër, vlla. Me lagjen. Atë malin e kisha shumë afër me lagjen. Edhe më merr malli ndonjëherë.
merr malli ndonjëherë, edhe kur mblidheshim me çuna, domethënë piknik edhe këto të mbledhurat me kitar më ka marrë malli shumë. Por që të mbledhurat me kitar i bënim jo vetëm me çunat, po edhe me të shtëpisë. Kështu që besoj se po kur ti marrë të shtëpisë këtej, besoj se do më marrë më malli. Seriozisht, ë? Pavarësisht se jam patriot, jam krenar, jam shqiptar, jam, domethënë, historia tonë është shumë e lavdishme, domethënë, por që po të kem familjen këtej, nuk besoj se do më marrë malli më për Shqipërinë. Që është e trisht po ta E ka menduar shumë herë që është e trisht. E ka menduar shumë herë që është e trisht. Po pse ke ka krijuar këtë lloj ndjesie? Nuk je i vetmi, se të gjithë ashtu jemi, domethënë atë lloj situate jemi, domethënë po thjesht për të dhënë një farë kuptimi edhe për miqtanë që na dëgjojnë edhe na shohin, domethënë që pse e ke arritur në këtë pikë që e di që nëse po ti kesh 1 2 3 4 gjëra afër vetes nuk do të marrë malli më. Nuk e di. Besoj se do më mungoj më asgjë kur ti marr ata këtej. Pse do të mungoj një çik krenaca pe korçe, në një bir korça, në një vere Leskovikut. Kjo, do miro tash ti dhe kafe çakari në pitë. Për këto normal, do gjejmë ndonjë taksi, ndonjëri që vjen nga Kosha, silla një shishe verë dhe kaq do e pim një në anë për ndonjë ditë speciale, mos e pim për ditë të bëhemi alkoolik të qelbur siç isha në gjimnaz atëherë. Vajti babin takim me prindrin gjimnaz vit të dytë isha. I thoshte profesori i mirë ashtu bre, po më vjen i pirën. Çapel. I mirë është bre, po më vjen i pirë në mësime. Jo, çmenduri. Është çmenduri. Po mirë. Po shikon nga ana sociale zemra ime. Un po të pyes pak përveç malit domethënë dhe familjare se edhe këto në fakt nuk quhen se të gjithë edhe mua më mungon edhe mami dhe babi dhe vllai. Kur kthesha nga Tirana, gjëja e parë që bëja kur kthesha në Korçë isha që vija goja në Çezma, se kemi direkt ujë nga mali. Sa kthesha vija goja në Çezma. Gjëja e parë që bëja. Ja urdhë. Kurse aty ku je do hapësh shishen, ke edhe të tapin që të rritë hunda tash. Ai tapi i ri që e kupton tani çfarë bën. Po mirë, shoqëria nuk do të mungoj fare. Rreth e qark vetes tënde do flasin njerëzit gjuhën tënde. Shumica janë jashtë. Fatkeqësisht. Shumica janë jashtë ikën tërë, me ku të ri, me çfarë të bëjnë në Koshme. Është çmendurilla. Është njëta gjë edhe për Beratin. Jemi shpërndar. Njëta gjë, unë të kthehem sot në Berat nuk kam asnjëri domethënë nga ata që kam pasur. Asnjë. Zero. Tërë kanë ikur, s'është me sigurt fare asgjë. Për të paktën 4 vjet, domethënë edhe këto 4 vjet e po ti jesh me fat si ta them. Dhe ka plapsi në zonda. O piro politikën e ndjek në Shqipëri? Deri diku çfarë nxjerr interneti. Edhe çfarë përshtypje ke për momentin? Palaço. Palaço. Tash me këto që po bëjnë, domethënë do bëjmë sasi shumë politik. Këto që po bëjnë këta me këto gjinitë, që sa po e bëri Fshehurazi. Edhe me këto gjërat e tjera, këta në perëndim i kanë bërë në 2015. Tash kjo gjë ka qenë e ligën në 2014. Pse u bë mirë sot 2025? Ajo është pyetja 100 milion që. Po ideja është domethënë që çfarë mund të bëjmë ne, se plus edhe politikisht njerë ka marrë fundër, se pa qeverisë së shme, se s'po më ndihë dhe vatë. S'ka problem. Mire thasho. Mire the, pa qeverisme si shoqëri. Po pse është pa qeverisme? Pse nuk e kanë fajin këta politikanët? Politikanët e kanë, po që ndonjëherë mendoj sipas vendit dhe ku vendi. Ja, pra,
Ja ku dolëm aty ku duhet të dilnim. Edhe populli është për t'i vënë në gishtin olla, jo vetëm qeveria, çdo popull ka qeverinë që meriton, do thoja unë. E di kam ngrënë shumë të shara nga kjo si live në TikTok, si në komente, Po çfarë live në TikTok, po robt ku të kenë ata që kanë sharë, o zotri i dashur, nuk ta solli Gjermani apo francezi e nxore vet. Jo, e shikoj Tiranën njërë pjesën më të bukur të Tiranës e ke Petkosi italianit. Lufta e dytë. E kupton tash? Ore, është shpënduri vlla im se unë jam i njëjtit mendim, ne nuk kemi asnjë farë lloje përgjegjësie personale, vlla i dolën zje tash i mori ta i votuan etj. Jo po më heqin nga puna, jo po s'do marr lekët, jo po s'do jem tek ai pozicioni që të bëjnë ai lek me tutje etj. Po ajo është pra, ajo është e gjitha. Ti o do njërën o do tjetrën, mos njëri tjetri melkën do ma marrë, thaj. Kështu që nuk i shpëton dot asaj pune. Ti në qoftë se ja jep votën, rit drejt pasaj. Mos u akoma thë, jo po kshu, jo po ashtu. Shi, kohër ato që mbolle. Duhet të mbajmë përgjegjësi, duhet të mbajmë shumë përgjegjësi. Të them të drejtën nuk e di a kam bërë mirë, a kam bërë gabim, po që 3 fletët e kaluara të votimit ju kam vizatuar ai mitroloz aty. Po që kur kam parë se cilët janë kandidatët, edhe e di shumë mirë, për kaq sa kam jetuar, e di shumë mirë, e kam parë Shqipërinë të paktën deri në 97-ën e mbajmë deri në typ, pavarësisht se isha 3 vjeç. Po. Në tymi me ndonjë krizë, me ndonjë pamje të çuditshme kështu, kur trembeshin të shtëpisë. E mbajmë shumë mirë, kallashet në shtëpi e mbajmë shumë mirë. E kuptoj. Që me kaq sa kam jetuar, duke parë këta palazovina që do vinë në pushtet, që kandidojnë me njëri tjetrin, që në pushtet, unë thjesht vizatoj një mitroloz. Nuk e di kam bërë mirë, kam bërë gabim, po që unë votova mitrolozin, që atë meritonin. Valla i shiko, nga njëra 50-50 ish, nga njëra ana ime publike, do me thënë, do të thoshte që vota ka rëndësi etj, bla bla bla, këto karliqet, po që ne këta të qeverisin vendin, këta çfarë s'kan bërë? X, Y, Z, mos përmendim emra. Çfarë s'kan bërë? Kujt ja hedh votën, kujt drejshin t'ja hedh votën? Emrat përmendin dise mua atë që kishin për të ma bërë, ma bën. E kupton, kështu që nuk ka, unë s'kam çato humbë, kështu që unë sikurse emrat, se janë të gjithë fisprella, nga i pari tek i fundit, domethënë nuk ka më valla. Deri ropt. Pra, ja urdhë, më falni mua tha ai se unë ka i shkollë kam, po ju qipsha mua. Ua, o dha, është atje ç'a ndodh është çmenduri, domethënë, po me sa kemi vënë edhe këto vende ku jemi ne tash kohët e fundit sigur kanë lojtur një çik. Se në vend bëheshim ne si këta, po fillojnë këta, po bëhen si ne tash avash. Po. Po që këta po i kap komunizmi në paqe, dhe është me e trishtë sa ne, se neve na kapi komunizmi në luftë, në fund lufte. Mire ke, po, s'kishim zgjidhje. Se kanë më kot, asa e trishtë nuk është kot, se është paqe. A ne nga juve është çmenduri tash, unë se mundoj ai makaroni çfarë po bën tash. Domethënë me atë të njëjtin person, bam jep e merr, po lere vllai. E kupton? Ai nuk e di, ky e ka qef luftën. E ka qef. Po përgjithsisht francezët janë atë të tillë lloj qeverie, domethënë që luftrat i kanë pasur jashtëzakonisht qef. Janë. Po si ka mundësi se kështu vetë sillen kështu liberté, fraternité, égalité, po pastaj Fau, mrogla mrena vllai. N'existe pas. Nuk ekziston. Liberté, fraternité, égalité n'existe pas. Wow. No. Është e tëra ironi, është kod. Domethënë të gjitha ato të tjera po përveç paqes. Paqen nuk e njohim. Paqen kush është paqja? Çfarë është kjo? Lyet buka? Jo, të luftë. Të thuash të drejtën, është edhe glorious në thonjza, si ta thuash historia e Francës, se 1500 vjet është i vetmi shtet që ka vetëm fitore në luftë. Më shumë nga të tërë, Franca është. Nga çfarë lufte? Gjitha lufta, numrin e fitoreve i ka Franca në gjithë botën, luftë. Po më se të recente nuk mendoj se e konsideron si fitore apo jo. Këto të 45-s. Jo, këtë të 45-s jo. Po çfarë? Kjo është e fundit fare, valla, kjo është e fundit fare.
Kjo është e fundit fare edhe këtu e pa në pyetën keq edhe tani ai po dorëzohemi se s'kemi shans. Po që më përpara se kjo të gjitha i kanë fituar, shumica. E kanë numrin e fitoreve në luftë numri më të madh të fitoreve në gjithë vendet e botës, nga të gjithë vendet e botës. Mirë, po sepse është shumë e thjeshtë, domethënë që je në një pozicion gjeografik jashtëzakonisht shumë të mirë dhe luftrat në shumicë i bën jashtë territorit tënd, normalisht është më e thjeshtë për të marrë me atë muhabet. Po që gjermanët thonë e kanë të gjezën kështu dead jokes, pse ka shumë rrugë me pemë në Francë, në mënyrë që ushtarëve gjermanë mos t'i kapi dielli. Ka necur atë. Do të flasim gjëra çuditshme për gjermanët. Për shembull, ja, korrigjim, nuk është e çuditshme, është urrejtje. Është urrejtje, se të drejtën. po pse vëlla, se ta sillen jemi popull i vëllezër tashmë, i kanë kapluar çdo lloj problemi domun. Asnjë lloj vllau, Jo, fare. Francezët të paktën këtu ku jam unë në Shalon të tërë kanë nga Gjermani. Shumica. E po kot bëjmë pastaj kështu, jo po kemi kaluar etj, vllazëri etj. Shikoj edhe unë jam në një si ta thuash respekte për fshatarët, po këtu ku jam është në një si biçim fshati, se edhe unë origjinë nga fshati e kam 300 orë. E di që ka shumë të shara edhe për këtë, si ta thosh opinion, po që këtu është si tip fshati, e normal që mentaliteti do deri diku ndryshe. Një kuptoj. Se janë paragjykues janë, ndërsa edhe në Met ishin, pavarësisht se është metropol, ndërsa në Reims jo. Si jo, valla. Se çka kishte Remsi që s'ishin paragjykues? Nuk e di, nuk para paragjykonin. Bukur fort. Shumë e gjatë si valla. Shiko, o paragjykojmë ne si shqiptar. Domethënë, edhe brenda për brenda me njëri. Ti tani e hapë muhabetin çfarë, domethënë, jo je brenda Korçës, jo jashtë Korçës. Ne paragjykojmë po aq shumë, po që neve kemi maninë që kemi zakon të flasim për atë që paragjykojmë, kurse këta e paragjykojnë edhe e mbajnë për vete. Kurse neve kemi qef ta flasim atë paragjykim. E tash gjeje kush është më e mira. Ndoshta asnjëra. Ora shikoj, njerëzit do paragjykojnë por është mekanizëm për të mbijetuar, është shumë shpellare si gjë. Është përpara nesh në çdo lloj dilte ai i thoshte jo Buçi është mashtrues, mos e dëgjoj se po vajte në gjuhëti me Buçin për mamuth të vdesësh. Edhe merrin ata të mirëqen, thoshte okay, pse të bëj un shaka atij tash të ngordha ndaj rrugëve, më mirë po vetëm me këtë tjetri që e ka skorin më të madh, e kupton? Kështu që paragjykimi e ka një farë lloj shtyllë gurizore nga mbrapa, pavarësisht se sot tek kësaj dite është bërë kështu tash, edhe roz, edhe blu, edhe kuq, edhe zez. Jepi. Tash të them të drejtën paragjykoj edhe unë. Po nuk ka më njëri që nuk paragjykon tash tani. Tasin drejt. Nuk ka. Bile, ata që thon nuk paragjykoj, dije që janë persona që paragjykojnë më shumë nga të gjithë plaku. Janë goxha fashista në mënyrën e paragjykimit. Më ka rastisur. Ka patur një ish. Ha. Duke në kështu dhe ishte si tip hipsterje, si thon hipster ma. Hipster, po. Me të shpuara në veshë, në unde, më të thash, po që visheshe shumë deri diku edhe hobo. Ua, e më mitë ashtu janë hipsterat, po është cool ajo. E kishte stilin ashtu, me tatuazhe me gjarë. Idhë dhe të drejtë. Jepi Cezari që e ka tokën Cezarit. Po. Edhe ishte dhe narcisiste. Ishte shumë narcisiste. Që ta kishte fajna jo, do e vinte fajnë në mua se s'ben, në një mënyrë apo në tjetrën. Po pse ekzistojnë hipsterat që nuk janë narcisist? Hipsterat si ta them janë e kam parë edhe në një vend që hipsterat janë njerëz të këqij që vishen si njerëz të mirë. Ndërsa metalarët janë njerëz të mirë që vishen si njerëz të këqij. Bravo. Kjo shpjegon çdo gjë. E kam parë në internet, e vërtet, kam e shok të ngushtë metalar. Ligo, të përshëndes.
E përshëndesim Nikon. Është çobani edhe ky. Okej, Niko Çobani të përshëndesim nga Berlini edhe nga rajoni i Shampanjës. Shalom. Tashi, shiko, hipsterat janë për mendimin tim paragjikues njerëzit përgjithsisht, nëse do generalizojmë pak situatën, njerëzit më të këqinj socialisht, domethënë, sepse nëse ti ke idenë, domethënë që je superior çdo lloj tjetri. Si ishte? Demokrate në këndvështrimin politik amerikan, domethënë. E majt, majtiste. Ja, Deri diku ekstreme. Mos e dhënë zoti, larg. Po pas ke shpëtuar. Për rastisë një djathtiste. Një djathtiste me rastisin japoneze që kisha në shkollën Danimarkë. Unë s'kam njofur në japonez, unë kam njofur 4 japonez të jetën time, të 4 kam njofur djathtis ka qëllar. Nuk mendoj se ekzistojnë japonezët të majtistë. Unë 4 japonez kam, domethënë 4 japoneze kam ashtosur, po që japoneze. Nuk gjykojmë, mos gjime këtu nuk gjykojmë. Njëra prej tyre ishte shumë e djathtë. Ishte edhe stër mbesa e një prej samurajve që ka vrarë veten sepse ju doq fshat, i bëri atë ligjin Bushido, nuk e di çfarë quhet ajo, është brenda ligjit Bushido. Harakiri. Nuk e di sa mbaj mend. Ma ajo që harakiri, që vret veten, po. Harakiri. Bëri harakiri se ju doq fshati në konflikt me një fshat tjetër. Imagjino ça. Ore, vërtet ka qenë ju kanë mos ka qenë nga Dukajini re. Mos nuk ka qenë japoneze. Më ngjavi deri diku, që ishte shumë kineze për të qenë nga Shqipëria. Çapere. Është smënduria në Irlandë, ata jetojnë në një flusk që është shumë larg çdo lloj, se të gjithë popujt në Bërtham, domethënë jetojnë në fluskat e tyre, po ata e kanë të qepur nga të gjitha anët fluskut valla. Po që prap nuk mund të kesh punën primare valla, se ata e kanë punën shumë primare në jetë, më shumë se ç'duhet. Po tashi, shiko, ata besoj se ka një problem nga që nuk e përballojnë dot shumë alkolin, se i fillojnë i skuqen veshët dhe faqet. E disa tapi vej ata shokët japonezë që Ore është super ekonomike vlla. që me teken e dytë ishte vllai për dhe. Ishte gati për lojë. Për dhe ta shikoje. Disha. Po mirë, shiko, sa e djathtë mund të ketë qenë atashi, se përderisa juve jeni çiftëzuar, aq e djathtë nuk ka qenë ajo. Çiftuat. Ose çiftuar. Shumë llafi i shirë është ti. Ti çifte, unë mbaj mend e përdorin ata e kam pasur një komshi të laqe, e çiftonte pluma. E përdorin për plumën. Çiftojnë pluma. Po, unë nga kam dëgjuar se kishte pluma 120 kokë. Jo 120 kokë, 80 çifte, mbi 80 çifte. 160 i bie. Qëse ka pasur minimumi 160. Në qoftë se mund të ketë pasur edhe çifte që kanë qenë poligam, pastaj mund të ketë qenë çik më shumë. Ka patur racë belge shpejtësie, nuk e di a ke dëgjuar ndonjëherë. Jo. Po bën tashi se edhe si pullumbaxhi, kupton, po që mbaj mend nga babi. Unë nga këto që mbaj mend nga ata që vinin mbaj mend këto ballgjer. Këto ballgjer, hunder me papuçe që i thoshin. Jo, koçarët janë që e flinë për pullumba. Si ka mundësi valla? Ore, ç'a bëjnë pllumat valla? Unë s'e kuptoj për ç'a i mban robi pllumat. Për lejko bënin gara, bënte gara babi. Seriozisht. Ore, i lëshonte që nga Stambolli, që nga Ljubljana, që nga vinin e pa dhe i pritin. Kush vinin të parët në sherdhen e tyre, fitoni lek kampionat. Seriozisht, se dia valla. Kishte një nga pullumbat më të shpejtë, më të mirë, jo në Shqipëri, po që edhe më tutje. Po sikur ti ndodhe na një gjë plumit të rrugës. Po i ndodhi.
Po lëshon shumë vëlla. Seriozisht. Lëshon shumë, edhe njeri po erdhi i pari, domethënë nga të gjithë pullumbat e të gjithë pullumbatëve, njeri po erdhi i pari është fitoria. Ua, edhe për çfarë shifrash bëhet fjalë? Po për atë kohë pak 1.000 euro. 1 ose 2. Seriozisht, nga 1.000 euro, 2.000 euro për gara. Po, Ua. ndërkohë që babit pullumbi më i mirë, mbaj mend ishte si helikopter, jo si shqiponjë. Pullumbi më i mirë i babit vinte rreth 4.000 euro. Ama seriozisht e ke ti tani? Shiti tërfolej në 4.000 euro. Për të bler këtë, filanin. Jo, refshiti në vend të shiste vetëm atë pullumbin, ose të pak për folenën ose shiste 4.000 euro, se 4.000 euro i vinte pullumbi më i mirë. Shiti tërfolejnë për 4.000 euro. Edhe i hoqën pastaj, se edhe qatinët ta bënin mutova. E po tashi, e ka jo, vjen paketë inkluzive, po se dia valla. Nuk e dia që bënin kaq shumë lek njerëzit me pllumat. Unë mendoja se ishte diçka hobi valla, që mbanin, kishin qejf të shikonin. Edhe në 2006, para 2006-s. Po, para 2006-s. 2005-2004. Ishte shifër e mirë 1.000 euro, Por 1.000 euro, atëre 1.000 euro atëre ishin 5.000 euro tani. Po. Ta ngronin xhepin për të paktën 2 vite në Korçë. Po kishte kosto për më mbajtje valla? Si? Kosto të lartë për të më mbajtur, kishin? Kishin. Vit për vit rregullonin çatinën. Po përveç atis valla, çan ata, grur janë ata, çan. Grura, po që herë bien, imagjino 80 shifte. Imagjino sa gruran ata, domethënë nuk hanit ju bashkë gjithë tër vitin. Jo, më e qenë të gruri me të lirë ashtu babi, kishte dikë që njinte dikë. Gjithmonë, ekonomi tregu normalisht, ul kosto të rrit fitimin, patjetër. E mbaj mend babin njerë në 2-3 ditë vinte me fut shitë më dhaja mbushur me help, me grurë, me... Po pse sa hanë ata valla në ditë? Nuk e di sa hanë, po babi mbushte 2 herë në ditë ja mbushte, edhe kishte 3 gjëra të mëdha. Që mbushte atë. Ore. Se ishte fëmijë. Po shiko se unë nga që punoj në ndërtim, domethënë jam ballafaqur me fakte kur na hyn pllumba, domethënë, dhe kur fillojnë që e lëshojnë tortën ata, për shembull, nëse të kap zyra e shtetit, je detyruar të marrësh një firmë profesionale sepse jashtëtit e tyre janë toksike valla. Tani për zotin lartë, nuk është pa shaka. Po mirë tash. Është glas pe Korçë. Është pe Korçë, po është gruri bio, atë thuaj. Gruri bio, ajri pas, tani çfarë do ai pullumbi? Korçë, sidomos pullum grace, se babi mbante edhe mirë. Po. I rase mirë, belge. Po mirë, shiko, në fund fare kur bë llogari robi, ja ka vlejtur apo je ke jek? Kur fillovi po shtrentoheshe nuk ja ka vlejtur, më normale. E fillovi e hoqi pastaj. Po. Po kush i ble më valla? Ka njerëz sa duhesh. Në Durrës ishi ti. Erdhi me kamion të madh ai. Në këta të letrit, një mbuluar. Ore, Piro, si më ke zgjuar një kuriozitet të frikshëm fare tash se kisha menduar ndonjëherë jetë në plumave të tillë. Po mirë më valla. Ai kur lëshoi nga Stambolli vinte te foleja e babit tënd dhe fitonte garën, domethënë. Po kur ti merrte ai ti çonte në Durrës edhe ti lëshonte, nuk do vinte prapa ai në Korçë? Po, si do vinin akoma për një 10 vite vazhdonin vinin pullumbat. Seriozisht. Dhe nga 2016-17 vazhdonin vinin pullumbat. Ua, po ç'a bëhet kur vinin? Kazi i çonte prap. E me edhe i mbante në babi. Të ka i kërky. I vinte emra plak? Ja, s'kishte emra. E mirë, nuk. Ju fliste. Hajde me bukuroshe, hajde. Ju fliste. Kishte qep. Tani ka kanarina. Mund të ketë bërë një 10 kanarina. Edhe faqe kuq. Edhe i ngatron kanarina me faqe kuq të bëjnë vejz bashkë, domethënë, bëjnë
zoq bashk edhe nxjerrin hibridët. Nxjerrin faqe rozë. Faqero. Te një Po kanarinat për çfarë i mban ata? Për shef, fillojnë këndojnë ato kur ngrohtë. I ka qef. E ke pasur kështu nga ata. E ke parasysh që ka qenë kjo periudha kur unë duke qenë gjimnaz ose në 9 vjeçare, domethënë, bëhet fjalë vite 2010 plus minus. Ka qenë një periudhë e artë që njerëzit kanarina jo se kanarina atëre ishin kështu gjë spektakël për të pasur, domethënë, dhe kushtonin lek, po mbanin ca nga ata papagaj që e kupton vetëm krr bënin, s'bënin asnjë gjë tjetër. Jo, më kanarina në Korçë, në atë kohë me 5.000 lekë mbaj më toni, kam blerë vetë kanarina. Me 5.000 lekë, pas ka qenë pa lek fare, valla, me 5.000 lekë. Sidomos këta pullumbat me undë, po pullumbat me undë janë shumë shtrenjtë këtu në Francë. Seriozisht. Po, me 10.000 lekë, 15.000 lekë në Korçë. Ore, po, këta pllumat me hund, që ne i themi hondera, Po, pse janë më të shtrenjtë se të tjerët? ja, më ka më të shtrenjtë. Këta që janë me çallë, më që i kanë këtë si gjë kështu. Ata me çaftë me papuçe e diun që janë më të shtrenjtë, po këta Ne i dhënë atyre pullum të shamufke brejke. Me çallë, me bufke dhe me brejke, po që shkurt shamufke brejke. Ua, çapele. Po prapa, vetëm është thjesht se duken bukur, domethënë këta me çafke dhe me brek, domethënë i kuptoj unë. Po këta me hund nuk i kuptoj. Ja, okay, dhe mace me hundë. Pak njerëz që mbajnë mace të çuditshme ose qenë të çuditshëm, nga ata që kanë që janë sikur han milingona. Shumë se sa qenë. Ka i mbajnë për që. Ka njerëz me jetë çuditshme. Shi është ndonjëherë nuk i gjykon dot njerëzit me thënë drejtën, po që të shpejtësisë kishte qef këta të shpejtësisë se e kishte edhe nga gjyshi, edhe gjyshi i kishte qef këta të shpejtësisë. Gjyshi Piro, babi, po që s'mbanin pullumbat. Nuk mbanin atë kohë. Ne kemi pasur, babi im nuk ka pasur qef fare, domethënë, ka pasur bezdi. Po që kam vënë që në Berat ka pasur shumë njerëz, domethënë, edhe gjëja që më kujton mua që më çon prap sikur të isha 8-9 vjeç, domethënë më kujtoheshin gjithmonë ata njerëzit që jesin me dy pluma në duar, domethënë nuk i lëzonin se ja çonin dikujt tjetër ku dëgjon, domethënë, po që ishin ja gjithkohës duke ecur në mes të rrugës me dy pluma në duar. Mua më vinte vajmen një e kuqe ishte, kishte vetëm një pendë të bardhë në krau, më vinte ajo. Më vinte, jo në krau, jo vinte, deshte të sikur sërkohet, dhe vetëm ma kaptej kishtin do njerë, ose më kaptej nga tutat. Seriozisht? Si vura e më, ras njerë. Po krijojnë lidhje këta me persona, apo thjesht? Po, krijojnë lidhje, babit njëri vinin, po thuaj se të tërë. Ue. Gjithash e babi se i kishin paga shumë si deri diku në katë dy për... Jo katë dy në Tarac i barin pullumbat, kishin folen e pullumbave në Tarac. Po. Dhe gjithash e babi atje dhe vetëm i mblidheshin pullumbat. Nuk e di ndoshta nga që se do njerë edhe ushim kishin, nuk i gjithash e për t'ju edhur vetëm ushim, kur do edhe për t'pastruar edhe babi plot me pullumba. Babi një moment si ajo gruaja tek Home Alone, kështu, me Kevin. Po që kishte edhe shumë, deshin shumë 20. U pse më çaj usmeni duan, çaj do pastrosh atë koliben, kafazin, çaj quhet edhe do i hedhësh për të ngrënë. Çaj usmeni tjetër kanë ata. Oj, po që babi në atë kohë ishte edhe shofer në Birakorsha, edhe shpërndante Birakorsha në tërë Shqipërinë, gjëra Shkodra deri poshtë në Qirokaste. Mirë, e ka qenë rrugë që gjithë kohës. Edhe si dite. Koha. Si dite në koha. Kur punonte vetëm në Korçë ishte mirë. Po tash që i ka hequr tani i merr malli apo i ka zvendësuar me kanarina dhe është i në rregull? Kanarina. Me kanarina. Po edhe kanarina kishim kur kishim me pullumba. Ne kemi patur shtëpi kop zoologjik. Qa kemi mbajtur, rirish në ka si bajmë në Po ti kena një gjë aty që mban, apo? Ba, se kam.
Mace? Macet si duroj do të fare valla, macet nuk e di, macet nga që më duken kështu si kur më shikojnë si sklav. Edhe nuk i kam qef fare. Unë macet i kam shumë qef. Macet e qej. Qenë po valla, po qenë ka lezeta zotëri, qenin e ke aty qa bëre vllai i mirë, vjen aty ti thot ai o Zoti i madh erdhi Jezusi, sa vjen ti në shtëpi. Macja thot shkërdhat me lëpi putrën. Edhe më jep për të ngrënë. Njësoj kam edhe këta kur kthejmë nga puna i merr malli më vinë që të tre më vinë. Po i treti qa është? Kam një mashkull, 2 femra. Qa janë to? Një mashkull i femace? Mace. 3 mace kam. Ore, Ha, more. në çfarë më thej që nuk po ti kishe edhe të shtëpisë, domethënë nuk do të merrte malli, po më të vërtet nuk ka asnjë gjë për të cilën do kthehesh në Shqipëri. Po mos kisha asnjë për shembull, as fëmijë, as grua, as ka ta ndita me mos kisha asgjë për të humbur, po të plaste lufta do kthehesha të në drejtën. Vetëm për kaq, për në një gjë tjetër nuk do kthehesha për asgjë tjetër. Po pse mendon se jemi më të sigurt në Shqipërinë po të plaste lufta? Ja, po që thjesht do më shtyhesha. Pak më shkurtë dhe pak më gjatë. E marr vesh. More, këtë të gjithë pjesën e videove, domethënë, si ato që janë të paramenduara, si ato që janë reagime nga ata dritëzinjt, si edhe gjërat e tjera që të vinë në mendje mbase një muzikë, një gjë tjetër. Mendon ti vazhdosh te nga Instagrami apo për momentin nuk e kohë edhe nerva? Them të drejtën kam menduar të shkoj në Voice në Paris. Aha. E kam menduar. Sa më të vej, po super. Po pse s'vete kur e ke menduar? Do shkoj. Ka kohë deri në pranvej, diçka e tjetër. Një orë më përpara valla. Po në qoftë se ti e ke dëshirë, s'ke qa humb. Do vete do bëj audicion. Ma ka thënë mendja. Një mendje, do thotë kështu. Të pyesëm për të faktin sepse mua ajo kënga 8:40 më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Edhe pse ajo është s'kisha bërë ndonjëherë këngë pa tekst me Trupakun. Thjesht ishin në WhatsApp. Po mendoj këtë, mendoj unë atë, u bë. Me Trupakun do na lidhë se Trupakun e dua me shumë qef në podcast sepse ka pasur një nga këngët ajo Ermi që e kam pas dëgjuar jashtëzakonisht shumë me lidhjen time të parë. Sa ajo e kishte emrin Ermi. Beaches personal, patjetër. E kupton dhe ajo këngë më ka ndjekur jashtëzakonisht shumë edhe do doja të bëja një bisedë me atë. Po shiko, ajo kënga pavarësisht se është parodi, është jashtëzakonisht shumë geniale. Duhet thënë ajo që është e vërtet. Ajo si këngë plako është perl dhe ka për çdo lloj shakaje dhe ku dëgjon inside joke që mund të jetë mes juve të dyve ose mes zgjidhë atyre që e kuptojnë sken se për çfarë bëhet fjalë, domethënë me të gjithë ato insta influencer etj. Në fakt ka një mesazh, domethënë. Edhe nëse juve e keni bërë pa vetdije. Jo, ka, po që unë deri diku e kisha dhe me vetdije të them të drejtën, se këtej eksperjenca franceze më ka drejtuar deri diku. Jo orientimi seksual nga qoftë, po që këtej nga mosha më e madhe. Edhe se çka ka, to që ka më të mëdha sigur din më mirë. Qa perle. Nuk di me thënë. Me e mira. 40 e sipër. Për bjellafi për krevar vlasi, me aq sa kam kaluar unë, 40 e sipër. O, që është të bërë. Ajo të qi. Ua. Ajo të qi. Po mi e ta tjere qa bëjna, po? Edhe unë, ajo dje, po që kam mësuar shumë edhe më pëlqen. E shku se vesi keq, mos larg biri nënës. Ja.
Moj se bie rehat, po le, jo, po bie rehat kollaj. Rash, ka një vit që rash për rash punë. Ka ngra për ruatën. Atë këngën këtë gjëja do me thënë që edhe ne bashkarisht mos zgjatemi shumë do me thënë për herë edhe se nuk do të themi gjitha sot të kemi edhe në diçka për një herë tjetër ja ur. Si jeni e mirini? Ky për pak desha vura emrin Zigër. I zidhe një. Për pak, kur lindi desha t'ja vija emrin Zigër, por që e ka Xhuxhu tani. Xhuxhu. Po qa ti ja ke vënë apo ja ka dhënë në një nga ato 40 e sipër? Jo, unë ja vura se ishte shumë Xhuxh kur lindi. Ishte me i voskli nga të tërë. Okej, e pranoj. Pastaj ky u bë më i madh nga të tërë pastaj. Ironia e fatit, ndonjëherë. Ky lindi djalë ky vetëm, po që ky ishte më i vogël. Ja vura nga Xhuxhu me Xhuxhu. E po mirë. Ja, tash që ja vure ti emrin Xhuxhu, tani është për të bërë Gjigji. Shkurt për gjigant. Që është më i madhi. E bëri Gjigji. Atë këngën si e keni ftylluar juve? 8:40. Po. Duke folur në WhatsApp. As tekst, as gjë. Seriozisht. Si është po mendoj fillovi trupaku, si ishte 8:40, pastaj filloi po e ngatron me mia dy gjëra të tjera, po e përsërisë shumë të si ishte 8:40. Jo, si ishte vajz 20, ishte 8:40, filloi pastaj po i ndronte. Si vazhdoi. Shto ti ndonjë gjë, shto unë ndonjë gjë, po që ky trupaku filloi. Si ishte 8:40, si ishte vajz 20, si ishte 8:40. Gjithkohë ishte kështu. Gjithkohë ishte kështu dhe me thënë ja 10 minuta. Vetëm ta po. Po, do me thënë, si e keni bërë regjistrimin? Trupaku në Athinë, unë në këtej gjeta një studio. Aha. Pse a i ri në Greqi? Po, a i ri në Athinë. është në Athinë. E gjeta një studio këtej. Po që pra, dua të shkoj në Athinë, dua të shkoj në Greqinë përgjithësi se dua të ri për pushimet, pak të vitin tjetër, jo këtë vit bëhet llaf njerë, po pak të vitin tjetër dua të shkoj në Greqi. Të bëj një 3 javë pushime aty. Është vendi mirë Greqia, valla, mund themi çfarë duam ne. Po më dhem, jo, është për të ndenjur, për të bërë shef, është një nga vendet më të mira. Për të bërë shef, për pushime, është një nga vendet më të mira. Më tutje se qa u thua, e kanë qëndisur ata? Jo, nuk ju ha fare, edhe grekëve kështu si popull, nuk ju ha fare as për krizë, as për gjë, qef të rjetën. Bravo, qoftë. Po si ju hecën, si ka ecur deri tani kanë? Jeni të kënaqur me këto? Se keni nxjerrë disa tjera bashkë? Po, për që është deri diku dhe organizimi jo i mirë, sepse duhet të jetë një studio, jo 2. Plus edhe kjo studia që gjeta unë nuk ishte edhe në një gjë kushtet dise qarë. Edhe, prandaj kur të vete andej një rruget të punë. Po normalisht më. Në pushime edhe do merrem për shef me trupakur më shumë se sa për punë. Keni projekte të tjera që mund t'i presi publiku? Po. Kemi goxha. Kur ju presim? Besoj se deri për një vit kanë dalë të tëra. Për një vit kanë dalë të tëra? Për një vit maksimum. Sa bëhet fjalë kështu, për afërsisht? Për ai sa dori unë, 2 javë, pak më shumë se 2 javë, as 3 javë. Po që pak më shumë se 2 javë, se ai që kanë pushime në vere. Po. Deri tani trupaku më ka treguar një dietë. Ua, po pse do kënaqemi ne domethënë. Ndoshta nxjerrim edhe 2 të tjera gjatë rrugës. Edhe plotsohet derisa të piqet, po. Edhe plotsohet albumi 12 këngë. Se jo. Ai është një nga të vetmit që vazhdon akoma me albume, domethënë, se shumica kanë hequr dorë komplet nga albumet. Ai i nxori të fundit
që ishte edhe 8:40, ishte edhe të kërkoj akoma. Po. Do të parë bashkë. Shumë bukur. Futi dyja, po ishte shumë jashtë, si ta them, e tha edhe vetë, ishte jashtë stilit të tij, ai zakonisht nuk bën kështu, është deri diku underground. Deri diku. Shiko, mirë, ideja është që unë e besoj dhe për këtë arsye do me thënë gëzon respektin tim sepse ka stilin e vet dhe i ka qëndruar stilit vet jashtëzakonisht shumë besnik, domethënë, dhe këtë nuk ja heq dot asnjëri çfarë lloj gjë të thoj. Ka albumin e fundit se për shembull kjo që bëri me mua ishte reggaeton. Reggaeton s'ka bërë asnjëherë trupaku. Edhe këtë album e kishte eksperimental. Po këtu doja të dilja, domethënë, në qoftë se ai ndihet komod duke e bër atë lloj muzike, nuk ka asnjë lloj probleme lloj që është jashtë stilit të tij, e kupton? Se njeriu provon gjëra të reja gjithkohës. Po, ai prodhon bën. Është ka projekte të bukura, është i pasur si ta them, mendime në sidomos në shkrimje, shkruan mirë. Ata që ka skeqa i thua, shkruan i qanë shejtani. Skeqa, nga Korça është ai? Po. Është me origjinë nga Përmeti, me origjinë të largë nga Përmeti, po që është korçar. Është korçan, tamam, po. Bukur fort. Mirë pra miku, unë ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese të dyve, mezi ju presi, normalisht në mbështetjen e Buçi Podcast dhe platformës do e keni gjatë gjithë kohës, thjesht më bëni tag edhe do jap edhe unë atë dorë të vogël që mund t'jap. Miq të dashur, ky ishte rikthimi i Buçi Podcast. Ju ftoj të gjithëve se shumica nga juve po shkojnë nga YouTube, nga kanali i ri, bëjnë sa më shumë subscribe sepse ndodhi ajo që ndodhi, duhet të rikthehemi, duhet i vëmë këmbët fort dhe kemi jo vetëm të ftuar si Piro, që janë literalisht miniera, por edhe të tjera tematika, rubrika që siç ja u kam thënë këtu e 6 muaj përpara kanë qenë në përgatitje e sipër, po kjo damllaja na dha ndryshe nga çaja kishim planifikuar ata për të na mbyllur gojën, na dha më shumë fuqi për t'i dhënë atë, për ta ngulur pedalen e gazit dhe për t'i bërë gjitha realitet, kështu që do e vlerësoja jashtëzakonisht shumë nëse do të lini një pëlqim, një koment dhe të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it të Buçi Podcast. Për ata që kanë dëshirë dhe mundësi sipas njëri tjetrit, ato mund rrjetet, le të themi, ose platformat për të bërë donacione vazhdojnë. Mënyra e përdorimit të resurseve mbetet e njëjta. Ne nuk bëjmë lek, nuk do dalim do bëjmë gjullurdi. Në rastin konkret, domethënë, na duhet një kamerë re. Edhe ky është qëllimi për të mbledhur. Me donacionet e fundit ne kemi mundsuar abonimin në Riverside, kemi mundsuar mikrofonin, kemi mundsuar mikrofonin tjetër që përdorim për tavolinën zakonisht. Kështu që jeni të gjithë shumë të mirë pritur dhe jam jashtëzakonisht shumë falendërues. Piro, vëlla im, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që e morë kohën nga dita jote e shtunë, dita jote chill për të biseduar me mua dhe mezi pres të shihemi, të dëgjohemi dhe të flasim për çiftin tonë herën tjetër, se kjo ishte thjesht ngrohje, kjo është foreplay. Apo jo? Tu jemi. Mi pra miqtë të dashur, ky regjistrim mbaron këtu, deri herën tjetër në Buçi Podcast, miru dëgjofshim, qëndroni mirë, ropë mpilla Kromaxit dhe mos u bëni pjesë e tufave, mendoni për veten tuaj, përdorni atë trurin se është literalisht mekanizmi më me vlerë që keni. Ndryshe nga Benzi, nga Fiati, nga X5, nga shtëpia me Ducate, atë që keni mes dy syve nuk ja u pagua njeri. Ciao. Hajde na të mirë. Buçim në Bu CHI Bu CHI Podcast.